Gjykata e krimeve të rënda në Bruksel ka dënuar me 25 vite burg Franz Çopian për organizimin e vrasjes së Ardit Spahiut, krimi ndodhur në 27 nëntor 2020 në Belgjik. Sipas trupës gjykuese, Franz Çopia kishte urdhëruar ekzekutimin nga Dubai, ku qëndronte prej disa vitesh. Përveç Çopias, gjykata dha dënime të rënda edhe për bashkëpunëtorët e tij. Flobenc Meça u dënua me burgim të përjetshëm si autori drejt për drejt i vrasjes, ndërsa Mikael Qosja mori gjithashtu burgim të përjetshëm për përfshirje në organizimin e krimit. Ndërkohë Elton Rossi u dënua me 20 vite burg, Elvis Murataj me 8 vite, ndërsa Elio Bitri me 5 vite burgim. Ky i fundit përfitoi ulje dënimi pasi bashkëpunoi me prokurorin që nga nëntori vitit 2023 dhe u kthye në dëshmitar të mbrojtur. Ardit Spahiu u vra mbrëmjen e 27 nëntorit 2020 në një nga zonat më të njohura të Brukselit. Spahiu, të 38 vjeç nga Elbasani, rezulton të ketë qenë kunati e Erion Alibej, një emër i njohur për drejtësinë shqiptare. Alibej akuzohet si porositës i disa vrasjeve të bujshme në Elbasan, mes tyre ato të Emiliano Ramazanit dhe Regis Runajt, si dhe të Bujar Çelës, vëllait të Talo Çelës. Sipas autoriteteve belge, vrasja e Spahiut lidhet me këtë ngjarje.